Në Pogradec ka nisur edicioni i 19 i Festivalit Mbar Kombëtar të Teatrit të Kukullave Xinxifilo, një aktivitet i kthyer tashmë në traditë për qytetin dhe publikun e vogël. Gjatë 4 ditëve të festivalit, 7 trupa teatrore nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut do të prezantojnë vepra të ndryshme artistike, duke sjellë emocione, mesazhe edukative dhe argëtim për fëmijët pogradecar. Është një festival i shumë pritur sigurisht nga veçanërisht nga fëmijët e qytetit dhe ne jemi përpjekur që me të gjitha trupat pjesëmarrëse të rakordojmë në mënyrë që shfaqjet të jenë të bukura, të jenë me mesazhe të bukura për fëmijët dhe sigurisht të jenë edhe edukuese për ta. Regjisor dhe aktor nga Elbasani, Berati, Korça dhe Vlora ndan emocionet dhe pritshmëritë nga ky edicion, ku synimi kryesor mbetet afrimi fëmijëve me artin skenik për te ndikimit të teknologjisë në jetën e tyre të përditshme. Era e 5 e 6 që ne vim në këtë festival dhe jemi shumë të respektuar dhe të kënaqur që marrim pjesë në këtë festival prestigjioz, shumë të këndshëm, shumë mikpritës. Tu mësova shumë, ishte një shkollë për mua. Njojta shumë prodhues të teatrit të kukullave, pra tekst shkrues, aktor, regjisor dhe mbetet aktiviteti më i bukur për mua. Korça merr pjesë që në fillimet e festivalit Xinxifilo. Unë personalisht është viti 4 që marr pjesë. Dua t'i falenderoj për ftesën, për të qenë pjesë e këtij festivali. Për mua është një kënaqësi e veçantë që jam pjesë, sepse kemi mundësi që të shkëmbejmë eksperjenca edhe me trupat e tjera. Mund të kemi qenë në 17-18 edicionin e kam qenë, edhe kam qenë nxënës në fillim, tani jam vetë regjisor i trupës së Vlorës, edhe për mua çdo vit ka atë bukurinë e saj, ka të veçantën e saj, po gjithmonë emocionet ngelen. Xinxifilo vijon të jetë një dritare hapur e krijimtarisë teatrore për më të vegjëlit, duke sjellë çdo vit risi dhe një atmosferë magjike në qytetin e Pogradecit.